Në spitalin Tet Shtatori në Shkup janë rikonstruuar plotësisht bloku operativ, kujdesi intensiv, patologjia, laboratori klinik dhe çatia. Pjesa e rinovuar do të vihet në përdorim brenda 1 ose 2 muajsh, pasi të përfundojë dezinfektimi i objektit dhe trajnimi i stafit për pajisjet e reja që tashmë janë instaluar, njoftoi drejtori i këtij institucioni shëndetësor Sinisha Stojanovski. Ai tha se lista e pritjes së pacientëve për operacione do të përgjysmohet, por për këtë nuk duhet vetëm sallat e reja, por edhe kuadër, që sipas drejtorit mungon. Stojanovski vlerëson se pacientët duhet të marrin shërbime shëndetësore dhe në qytetet ku jetojnë, në vend që pothuajse gjithçka të përqendrohet në kryeqytet. Централизацијата е погубна за македонското здравство. Мора да направиме регионализација и рамномерен регионален здравствен развој. Пациентот мора да добива ист квалитет на услуга и во местото од каде што потекнува. Дали тоа ќе го направиме со ротација на персоналот? Дали тоа ќе го направиме со екипирање и на центри кои што се надвор од Скопје? Ќе мора да седнеме и да се договориме. Само тогаш листите на чекање ќе се преполат. Ankesën e drejtorit e dëgjoi dhe ministri i Shëndetësisë Azir Aliu, i cili mori pjesë në përurimin e hapësirave të reja. Ai tha se po punojnë për një strategji afatgjate që të tejkalohet ky problem dhe një zgjidhje afaqshkurtre për të tejkaluar këtë bushllëk. Капацитет или експерти или професионалци не се креираат за еден ден, за една недела или за 2 години, се креираат за 5, за 10 години. Ние за прв пат правиме национална стратегија за човечки капацитети во здравството, заедно со Министерството за образование. Исто така ќе предвидуваме број на капацитети на перформансите почнувајќи од медицински сестри до доктори и специјалисти. И се надевам дека таа национална стратегија ќе помогне за 5 години веќе да не биде тема колку доктори ни требаат и медицински сестри. Përndryshe, rinovimi është investimi i TAV Airports, ndërsa drejtori i TAV Maqedoni Nexhat Kurt tha se projekti përfshin 4334 metra katror të rikonstruuar. Sipas Kurtit, sallat operative dhe repartet e kujdesit intensiv janë pajisur me teknologji moderne sipas standardeve më të reja mjekësore, ndërsa një pjesë e pajisjeve është unike dhe nuk gjendet në institucione të tjera në rajon.